Grafinë e fundit i ka marrë 150.000 komente negative. Po, se i kanë komentuar të dashurat. Po, fiks. Shumë që kjo është problemi që të dashurat nuk bën mi pas shumë të ekspozume, sidomos futbollistat në këtë pjesë. Po, këto është problemi më i madh. Unë për çata mendoj që cila skuadër, në ndërlidh dyjat, cila skuadër e ka disiplinën e mbrëmshme, edhe e ka, domethënë, disiplinën se si merret se si domethënë e krijon çatë raportin, e krijon lidhjen mes kampit vet edhe botës të jashtme, mediave, sepse na e dim që lojmet më shumë të i bojnë njerëzit mbrana kampit. Dhe njerëzit që janë mbrana kampit dhe që munden medaljen familjar të lojtarë. Gratë gjithë e bojnë. Jo gratë dhe motra. Në Angli, edhe se s'do me lojmet i publikojnë, Anglia ka pas problemin më të madh këto në vjetë. Që ashtu t'ingëlloj kresh. Po, eksakt që ta munova dhe me përmirësua dhe në këtë rast, po janë vllaznia krejt se shkojnë. Që është problemi që kur kanë lojë, këta do të më hermetizu, do të më mbyll ekipi edhe me punu në atë drejtim që asnjë rrjedhë e informacionit, asnjë rrjedhë e pakënaqësive e zhvillimeve mbrana kampit të ekipit nuk bën me dal jashtë. E te portugezët e kanë rrit menës, ai ka 20 vjet ai në veshje edhe e ka fituar tripletën me që dy herë me Parisin. Nuk pajtohesh me këtë deklaratë. Jo, unë mendoj që ato që ka thonë ai është si më thon uji është i lagt. Apo normal e dim që se cili lojtar është i barabartë, se loja luhet me 19 lojtarë. Për në ryshës nuk kish luajnë me sfush. Por, ideja është që një 20 vjeqar, me dollë mi thonë që Ronaldo nuk është kur gjë ma i veçantë, mi thonë, vlo, Ronaldo e ka bojë interesant, është i vetëmi futbollist që kam rri me mu krahasu me Leo Messi. Edhe s'po du me ull as Ronaldon, s'po du me ngrit Messi nëpse jo me Argentinën edhe ish dashtë me konë bias, me konë paka shumë preferencialisht me Messi. Por nuk mënesh mja hek Ronaldo s'kejta atë sen. Unë e menej që nëse ka dikush që ja kësha gju unë topin me jap gol është Ronaldo. Edhe nëse menojmë Ronaldo për shembull është në atë fazën ku nuk mundet me bo sprint, përsa ta po lun pivot, po lun maje, po lun sulm. Po gjuja topin mirë, aty e ki Bruno Fernandesin që është jashtëzakonisht i mirë teknikisht, po e te pranë me topin të e majt. E ka atë smujen e Quaresmës. E ka atë sindromin Quaresma. Quaresma me talent të konë 3 herë më i mirë se Ronaldo, me talent. Po Quaresma si ka pëlqy trajneri, u kap me Skolarin në Chelsea, u shku, apo shkoj në Inter. Domethënë veç që dit ka përfunduar me 26 vjet në Arabi, e ka marrë parë, shumë të mirë, apo e ka kryer karrierën me 33. Edhe kon në Sporting u kon ai edhe Ronaldo u kon, domethënë njerëz me potencial. A do të thotë kjo provë që një pjesë e ekipit apo kombëtarët portugezë janë kundër Ronaldos në bazë të kësaj deklaratës apo gjithmonë në këto ekipet përfaqësues ka lojtarët yje që janë dhe atë egocentrizmin e tyre është shumë vështirë me e kontrollu. Po pse për shembull nuk duhet një gjë e tillë kundër Messit po kundër Ronaldos? Pse nuk duhet një gjë e tillë në Argentinë po në Portugali? Si lloj deklarata? Ashtu është dallimi.